opozitë e miljardierëve voton kundër rritjes rrogave, voton kundër rritjes pensioneve, voton kundër uljes së taksave, voton kundër rritjes së ndihmës ekonomike. Këta zotëri nuk kanë bllokuar vetëm ligjet me 35-ta, këta kanë votuar kundër të gjitha ligjeve të votuara në këtë sallë, unike në historinë e vendit dhe të Europës, që një opozit nga mëngjezi gjenedar lufton për të bllokuar vizat, do mbetet memorien e çdo shqiptari si përpjekja më diabolike që u bë nga ata të cilët në kafene i thonin njëri tjetrit për të justifikuar aktin e tyre absurd të turpshëm. Pse si këmbë të dhish u bën të gjithë të lvizin pa viza? Ja ku erdhi ky raport, i cili refuzon, i cili bllokon dhënien e statusit për 3 arsye, jo për ato që numëron ministri dhe kryeministrit, e para politike, e dyta ekonomike dhe e treta institucionale, pikërisht për atë arsye se Shqipëria nga 12 rekomandimet e Komisionit Evropian nuk ka realizuar asnjë. Mbetëm i vendosur dhe i hapur plotësisht për një bashkëpunim konstruktiv mbi bazën e parimeve të shpallura, por jam i bindur se ju nuk mundeni, se nuk u lën zotëria e tij i cili në psikologjinë e tërve nuk ka asnjë interes tjetër përveç ideologjisë atrore. Në doni të uleni për reformën zgjedhore, absolutisht plotësisht dakord, në doni të uli për reformën e rregullores, absolutisht dakord, harrojeni kur se ju, sekretari juaj, atë që do smerr dot me vot, do mund ta marrë me tryezë. Oferta jonë është publike. Kryeministri edhe sot nuk i dha përgjigje asaj. Ky është vetëm fillim. Sot minimumi, veçanërisht ata që janë pushtet, duhet mbanin kokën ulur. Duhet kërkonin falje shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve. Palej se kanë moralin dhe përgjegjësinë institucionale të tipit dorëheqje. E megjithatë opozita do të përmbush detyrën e saj. Ne, zonja kryetare, institucionalisht sot po kërkoj që Parlamenti shqiptar në një seancë posaçme duhet të ndalet me të gjithë përgjegjësinë në një mocion me debat pikërisht për progres raportit. Dhe ku aty klasa politike shqiptare të nxjerrë përgjegjësinë dhe të thotë fjalën e saj në përgjigje të këtij raporti shumë dinjitoz, shumë të rëndësishëm dhe shumë të përgjegjshëm që kanë bërë partnerët tanë ndërkombëtar.